Sa fola letra. Mirë, përshëndetje, mirë mbrëma. Sot të shkojmë në serinë e Kolosianëve që sta vajon, jemi në kapitullin 2, vargjet 1 deri në 5. Le të shkojmë me Biblat tona. Le të lexojmë nga fjala e shenjtë e Perëndis, në vargjet 1 deri në 5, kapitulli 2. Dhe thotë: sepse dua që dini që luftë të madhe kam për ju, dhe ata që janë në Laodice, dhe të gjithë ata të cilët nuk e kanë parë fytyrën time në mish, që zemrat e tyre të ngushëllohen, duke u lidhur në dashuri, dhe të kenë të gjitha pasuritë e sigurisë plot mençurisë, për të njohur misterin e Perëndis, pra dhe të Atit dhe të Krishtit, ku janë fshehur të gjitha thesaret e urtësisë dhe të njohjes. Dhe ju them këtë, që askush të mos ju gënjej me fjalë joshëse, sepse edhe pse në mish nuk jam aty, në frymë jam bashkë me ju, dhe gëzohem duke parë rregullin e qëndrueshmërinë e besimit tuaj në Krishtin. Amen. Mirë, jemi në pasazh të veçantë që do shohim sot, por para se të shkojmë te pasazhi do shohim pak çfarë po ndodh. Pra, ose pak kontekst për të kujtuar çfarë kemi predikuar përpara. Tash mbasi Pali ka shpjeguar më lart, pra në kapitullin 1, vargjet 15 dhe 29, personin dhe veprën madhështore të Krishtit. Pra kemi parë supremacinë e Krishtit, supremacinë e krijimit, supremacinë e gjithë veprës shpëtuese të Krishtit. Dhe duke bërë këtë, ai në mënyrë indirekte, duke hedhur poshtë çdo mësim të rrem ose aludim në lidhje me Krishtin dhe ungjillin e tij. Pra duke predikuar të ky kapitull, Pali ka treguar doktrinat themelore mbi personin e Krishtit, mbi veprën e tij shpëtuese dhe mbi gjithçka tjetër që na ka treguar më lart. Në kapitullin 2 do të shohim që apostulli merret në mënyrë të drejtpërdrejtë me këtë filozofi njerëzore, duke i paralajmëruar dhe këshilluar kolosianët. Pra, përveç që ai predikon dhe në mënyrë indirekte tregon të vërtetat, duke sulmuar pa vërtetat, tani ai këtë kapitullin 2 do shohim që ai merret në mënyrë direkte me këto probleme filozofike njerëzore që ndodhin në Kolos. Në kapitullin 2, tema kryesore, pra gjithë kapitullit, po ta marrim temën kryesore, është paralajmërimi kundër filozofive njerëzore. Në fakt është ndarë pothuajse në 3 pjesë kryesore. Në vargjet 1 deri në 7 do shohim shqetësimin e Palit dhe këshillat e tij. Në 8:15 do shohim doktrina e vërtetë e Krishtit, prandaj doktrina e vërtetë e Krishtit dhe doktrina e rreme e njerëzve ose filozofive njerëzore do shohim në kapitulli në vargjet, ky kapitull në vargjet 16 dhe 23. Por sot do shohim në vargjet 1:5 do shohim shqetësimin e Palit. Pali ishte i shqetësuar për shkak të këtyre herezive. Pali në të vargje shpreh shqetësimin e tij specifik për kishën Kolos. Në fakt kjo është një pjesë ku tashmë ai hyn drejt për drejt dhe në mënyrë intime dhe personale me kolosianët. Dhe kjo nxjerr në pas zemrën pastorale, duke mbajtur barrën e kishës në Kolos për hir të Krishtit. Pra duke parë këtë shqetësimin e tij, duke parë këtë marrëdhënie e tij, do shohin zemrën e tij pastorale. Edhe pse ai ishte në burg, kemi thënë, ai mban barrën e kishës. Dhe gjitha kjo për hir të Krishtit, për hir të ungjillit, për hir të vërtetës. Tani, për herë të parë, unë kam ndarë pasazhin 2 pjesë kryesore. Zakonisht ne baptizat e ndajmë në 3, por sot e kam ndarë në 2 pjesë kryesore. Në 3 vargjet e para do shohim shqetësimin e tij, pra shqetësimin e Palit, dhe qëllimin e mundimit ose luftës së tij. Pra ai është i shqetësuar dhe lufton, dhe të shohim cili është qëllimi i tij për këtë. Dhe në vargjet 4 dhe 5 do shohim arsyeja pse shqetësohet Pali, arsyeja ose motivi i shqetësimit të tij. Vargu 1 thotë sepse dua të dini ju, pra dua të dini që luftë të ashme më duhet të bëj për ju, për ata
në Laodice dhe për gjithë ata që nuk e kanë parë fytyrën time, thot apostulli. Apostulli donte të dinte që ata, se edhe pse ky nuk e kishte parë kur personalisht ata, pa nuk ishte takuar, nuk ishte parë kur personalisht, nuk ishte takuar kur, asnjë nga kishat e luginës ligut, që kemi thënë, pra kur e kemi bërë hyrjen e letrës, kemi thënë që aty në luginën e ligut ishin 3 kisha, ishin 3 qytete dhe me gjas, pra ka shumë mundësi që të 3 këto kisha ishin themeluar nga Epafrai. Pra ne them që Pauli nuk i ka mbjellë vetë këto kisha, dhe në shërbesin e tij në Efes, ai mund të jetë përkujdesur dhe mund të jetë dishepullizuar Epafrai, dhe Epafrai ka shkuar në luginën e ligut duke mbjellë ose duke themeluar këto 3 kisha. Të cilën në fakt, duke parë në pasazh, mund të ishin të rrezikuara nga këto mësues të rrem. Pra po flet për kishën e Kolosit, pra e thot për ju, që se keni parë fytyrën time, për kishën e Laodices, pra e përmend me emër, dhe thot dhe për kishën e Hierapolisit, që ishin afër njëra tjetrës. Pra thot, jam luftë të madhe po bëj për ju, për kishën e Laodices dhe për gjithë ata që nuk kanë parë fytyrën time. Dhe ka mundësi që të jetë kisha e Hierapolisit. Pauli tregon këtë fakt që ta dinin sa shumë i do. Që ta dinin sa shumë Pauli do. Dhe se është tërësisht i shqetësuar për ta. Në mënyrë aktive. Dhe është i shqetësuar kur kërcënohet e vërteta dhe ecja e tyre shpirtërore. Në çdo kishë në fakt, kur Pauli shef që kërcënohet e vërteta, kërcënohet ungjilli, kërcënohet ecja e kishës në të vërtetat e tyre shpirtërore, ai është i shqetësuar. Ai është i alarmuar. Ndaj thot dua ta dini. Ai është gjithmonë në luftë të ashpër për ta. Duke qenë vigjilent, duke munduar në çdo mënyrë për t'i paralajmëruar ata, duke luftuar në lutje për ta. Sidomos kjo në fakt se ai ishte i lidhur për duke luftuar në lutje për ta. Dhe kjo tregon kujdesin dhe për kushtimin e thellë që ka për ta. Në fakt kjo fjala luftë të madhe është një fjalë që i përdorëm më lart, që është një agoni. Që tregon një shqetësim, një ankth të madh për ta. Duke u munduar, duke u lutur ditë e natë, ndoshta duke kaluar net pa gjumë, duke thirrur Perëndis për ta. Në fakt ai donte që ata ta dinin. Çfarë zemre kishte apostulli të mbushur me dashuri për Krishtin dhe për kishën e tij? Çfarë zemre? Ai si kishte takuar kur? Ai ndoshta as i kishte mbjellë të kisha, por ai ishte ati i tyre shpirtëror në kuptimin që ai kishte mbjellë nëpërmjet Epafrait, por ai kishte një dashuri të madhe për ta. Kishte një dashuri të madhe për Krishtin dhe për kishën e tij. Dhe zemrat e tilla vëllezër dhe motra janë gjithmonë gati për të luftuar në agoni. Në çdo kishë, zemrat e tilla janë gati për të luftuar në agoni për Krishtin dhe për kishën e tij. Në mundime, në lutje dhe për kujdesje. Zemra e tilla është gjithmonë gati për mirëqenie shpirtërore të vëllezërve dhe motrave të tij. Pavarësisht statusit, duhet një zemër të tillë për të qenë gjithmonë gati për të ndërhyrë, për të luftuar për popullin e Perëndis. Dhe cili ishte qëllimi i Paulit i kësaj? Për çfarë po e bante Pauli? Dhe ky ishte qëllimi i Paulit, që zemra e tyre të ngushëllohej, të forcohej, të inkurajojë. Fjala këtu është, kur thonë ngushtim, është fjala parakaleo, pra është një fjalë që Bibla përdor për frymën e shenjtë. Pra që zemrat e tyre duke u munduar, thot vargu, pjesa 2 të vargut 1, që zemrat e tyre të ngushëllohen.
Zemra përpjekjeve të tij ose zemra përpjekjeve të Paulit është që të jetë një instrument. Ai të jetë një instrument në dorën e Perëndisë për të sjellë zemrat e tyre te Krishti. Ai don që kolosianët të jenë në zemrat e tyre plotësisht të Krishtit dhe ky don që të jetë një instrument që Perëndia ta përdorë për të nxjerrë ata vëllezër. Siç e kemi thënë, zemra përfaqëson qendrën e qenies së njeriut. Pra kur Pauli thot për zemrën e tij nuk është thjesht ca emocione, por zemra përfaqëson qendrën e qenies së njeriut, qëndrimin dhe qendrën e vullnetit të tij. Sepse nga ajo, pra nga zemra dalin burimet e jetës. Pauli thonë që gjithë qenja e tyre, gjithë qendra e tyre e vullnetit, gjithë jeta e tyre, që të inkurajuar, ngushëlluar për shkak të mundimit Paulit për të përpjekur, për të nxitur, për të ndihmuar, për të ngushëlluar ata. Pauli vëllezër dhe motra ishte shqetësuar se mos zemrat e tyre ligështohen. Për shkak të përçarjeve që mund të vinin nga mësuesit e rrem. Pra ai kishte merak se për shkak të tyre herezive, për shkak të tyre mësimeve të rreme, në fakt, të kjo mund të sjellë përçarje dhe ata mund të ligështoheshin. Dhe ata mund të kërkonin të gjenin urtësi apo ngushëllim diku tjetër. Dhe Pauli thotë unë mundoj deri në agoni për ju, në fakt që kjo mos ndodh, por që zemrat tuaja të ngushëllohen në Krishtin. Ai është i shqetësuar për ta. Ai është shkruar në mënyrë specifike për të inkurajuar ata. Në mënyrë specifike. Se duhet të vazhdojnë të jenë të bashkuar në dashuri dhe të vërtetë. Pra çfarë po bën Pauli këtu për të nxitur ata, për të inkurajuar ata? Ai po vazhdon të inkurajojë në mënyrë specifike të ju thonë që ju duhet të jeni të bashkuar në dashuri dhe të vërtetë. Tani këtu ka një mësim shumë të rëndësishëm. Pauli po i fton ata që të jeni një unitet i bazuar mbi të vërtetën. Dhe një dashuri mbi njëri tjetrin. Dhe kjo do të ngushëllonte dhe do të inkurajonte zemrat e tyre në sfida që ato ndodhen. Dhe pjesa e vargut thot të bashkuar në dashuri. Bashkuar në dashuri për njëri tjetrin. Apostulli po thot me fjalë të tjera vëllezër dhe po thot te krishterët duhet të jenë në një mendje ashtu edhe në një zemër. Pa të bashkuar në dashuri, por pashtu për të shohim pastaj edhe mbi të vërtetën. Të bashkuar në një mendje, duke njohur në mënyrë të përsosur Krishtin dhe lavdinë e tij. Nuk ka unitet duke sakrifikuar të vërtetën. Nuk mund të ketë unitet të bashkuar në dashuri pa të vërtetën duke sakrifikuar të vërtetën, dhe nuk mund të ketë unitet pa u bashkuar në dashuri. Janë të dyja po aq rëndësishme. Për unitetin dhe për bashkësinë me njëri tjetrin. Në fakt apostulli më poshtë në Kolosane 3:14 thotë vishni në dashuri, që është lidhja e përsosmërisë. Dashuria është lidhja e përsosmërisë. Apostulli na nxit edhe ne sot të kuptojmë se uniteti i qëndrueshëm në kish varet tek e vërteta edhe tek dashuria për njëri tjetrin. Të dyja e kërcënojnë unitetin në kish, të dyja e kërcënojnë një kish të shëndetshme. Dhe ai thotë varet tek e vërteta dhe tek dashuria për njëri tjetrin. Dhe vargu 2 thotë që zemrat e tyre të ngushëllohen, duke u bashkuar në dashuri, dhe të kenë të gjitha pasuritë e sigurisë së plotë së mençurisë për ta njohur Atin dhe Krishtin. Me fjalë të tjera, thellësia e të kupturit lehtësohet ose bëhet më e thjeshtë, më e mirë kur zemrat e besimtarëve janë të lidhur në dashuri. Dhe kjo është fakt një mësim tjetër i veçantë që duhet të mësojmë vëllezër dhe motra. Pauli po thotë, kjo do të thotë që
kuptimi i thjesht intelektual, kur ne mësojmë fjalën e Zotit, dhe kuptimi i thjesht intelektual i Krishtit nuk do të sjellë një kuptim të plot, pra nuk do ta kuptojmë plotësisht. Pa akte dashurie ndaj njëri tjetrit në trupin e Krishtit. Nuk do ta kuptosh plotësisht asnjëherë doktrinën nëse është vendën në mendjen tënde. Nuk do jetë plot në Krishtin nëse ajo doktrinë nuk jetohet. Nuk bëhet praktik me njëri tjetrin duke kuptuar gjithë plotësinë asaj që Krishti ka bërë për ne. Kjo ndodh. Kur kjo ndodh, atëherë njohuria jonë për të rritet. Njohuria jonë për të rritet. Ky është një mesazh i rëndësishëm për një krishtërim të gjallë dhe të plot. Sepse kisha përshkruhet si një trup i vetëm. Asnjë njohje intelektuale nuk do të çojë një kuptim të plot të misterit Perëndisë dhe Krishtit, nëse nuk shoqërohet me një dashuri për të dhe për kishën e tij, e cila na bashkon. Kjo dashuri pra na bashkon. Me fjalë të tjera, njohuria për Krishtin rritet, arrin plotësinë, jo vetëm duke e njohur atë, por edhe duke jetuar atë. Pra, jo vetëm duke e njohur të vërtetën, por duke jetuar të vërtetën. Prandaj nuk mund të ndjekim, ose nuk mund ta kuptojmë njohjen e Perëndisë në një izolim dhe pa dashuri. Nuk mundet një person fakti krishterë që ta njohë plotësinë e Krishtit, duke jetuar një izolim, pa kishën, dhe pa dashurinë për njëri tjetrin. Dhe është thjesht një njohje intelektuale, i ndarë nga bashkësia dhe nga trupi i Krishtit. Kisha do të rriten drejt lavdërimit të Krishtit, kur të binden këtij urdhrimi, dhe duam Perëndin, dhe të duam njëri tjetrin. Kur të binden këto urdhrimi, ne do të lavdërojmë Perëndin dhe Krishtin. Pjesa 2 të vargut 3 na thotë që pasuritë dhe siguritë e njohjes janë në Krishtin. Atje pra në Krishtin janë fshehur thesaret e detyrisë dhe të njohjes. Ky është një sulm ndaj herezive që pretendonin këta njohës të lartë, që thoshin pra agnostikët që kemi thënë ishin këta njohës të lartë, ishin ca dietarë të një niveli tjetër. Në fakt kjo gjë i sulmon ata. Pa i thosë se nuk ka një thesar tjetër, djeje dhe mençurie jashtë Krishtit. Sepse të gjitha janë në Krishtin, dhe kjo është siguria jonë. Kjo është siguria jonë, kjo është plotësia jonë, se gjithçka, çdo gjë që na duhet për të njohur është në Krishtin. Dhe kur kuptojmë këtë, vëllezër dhe motra, na mbrojmë nga çdo herezi. Dhe kjo inkurajon zemrat tona. Kur ne kuptojmë që s'ka asnjë gjë, asnjë njohuri, asnjë mençuri, asnjë urtësi jashtë thesarit të njohjes Krishtit. Kur ne kuptojmë plotësisht këtë, kjo i mbron zemrat tona. Kjo na mbron nga çdo herezi. Duke mos u tunduar për të gjetur asnjë gjë tjetër, as kërkun tjetër, vetëm në Krishtin dhe në Zotin tonë. Dhe kjo na inkurajon zemrat tona, kjo na mban zemrat tona, thot apostulli Paul. Dhe jeni të sigurt për këtë, që s'ka asnjë njohuri tjetër, vetëm në Krishtin dhe në plotësinë e Tij. Shqetësimi i parit ishte që kolosianët të rriteshin gjithnjë më shumë drejt Krishtit. Të rriteshin gjithnjë më shumë drejt njohjes së Tij. Që mendjet e tyre dhe zemrat e tyre të jenë të kapura te Krishti. Si zemrat e tyre, ashtu edhe mendjet e tyre të jenë të kapura te Krishti.
Në Krishtin ndodhen të gjitha pasuritë dhe thesarjet e detyrisë shpirtërore. Ai është fjala mëshiruar. Ai është qengji i Perëndis. Ai është mbreti i ngritur në qiell. Fjala e tij është e përsosur. Na tregon gjithçka që na duhet në lidhje me Perëndin dhe njeriu. Krijimin dhe mëkatin, drejtësinë dhe detyrën, në lidhje me ecjen tonë në shëtëri dhe për jetën e përjetshme. Por gjithçka që na duhet është fjala e tij. Fjala e tij e shenjtë. Kur mendja jonë dhe zemra jonë janë të mbushura me Krishtin dhe me dashuri për njëri tjetrin, kjo na mbron nga doktrinat e rreme dhe nga herezit që mund të hyjnë në kish. Këtë po thot apostulli Paul. E bëj gjithë të luftë, gjithë të mundim, që të inkurajoj zemrat e juaja, për që të inkurajoj zemrat e kolosianëve dhe në fakt tonat sot, që të ecim në njohurinë e Krishtit. Ai është thesari çdo njohurie dhe të ecin në dashuri për njëri tjetrin. Dhe kjo mund t'i inkurajoj zemrat e tyre, mund t'i mbush zemrat e tyre, mund t'i ngushëlloj zemrat e tyre. Në fakt ky është shqetësimi i tij. Ky është mirakulli i tij. Në vargu 4 do shohim arsyet e shqetësimit të tij. Pali ja thot këto gjëra, duke e thot edhe pas vargu i parë, ma pjesa e parë e vargut 4. Pali ja thot këto gjëra se ishte shqetësuar se mos kolosianët po devijonin, që ata të mos mashtroheshin nga fjalë joshëse. Ata mund mashtroheshin nga fjalë joshëse. Ai thotë se çdo gjë që është në kundërshtim me sa ju kam thënë më sipër, pra, mos i merrni parasysh. Duke u thënë këto gjëra thotë që mos t'ju mashtrojnë, që mos t'ju gënjejnë. Ai u thotë që ata të marrin parasysh asgjë gjë tjetër. Përveç atyre gjërave që kam thënë më sipër, në fakt duke marrë gjithë kapitullin 1, pra që tham për Krishtin dhe për këtë që mos marrin asgjë gjë tjetër parasysh. Po ju pralajmëroj që të keni kujdes nga këto mësues që ndoshta janë orator. Përdorin fjalë të buta, fjalë të bukura. Mos mashtrojnë nga ata, thotë. Ndoshta përdorin teza interesante, ndoshta përdorin teza të dëshirueshme për veshët tanë, për jetët tona. Por që nuk janë biblike, që janë bazuar mbi të vërtetën. Në fakt kjo, jo vetëm që nuk është e mirë, por kjo është shkatruese. Edhe ne sot duhet kemi kujdes me çfarë dëgjojmë, me çfarë lexojmë. Mund të tingëlloj e bukur, mund të tingëlloj elokuente, mund të tingëlloj ndoshta gjys e krishterë, në pak Bibël. Po ndoshta janë herezi të rënda. Që nuk kanë lidhje fare me fjalën e Zotit. Ne të kemi kujdes, mos të joshemi nga fjalë bukura, mos të joshemi nga fjalë joshëse. Por të kemi kujdes. Dhe Pali pralajmëron kolosianët. Të thotë sepse edhe pse nuk jam fizikisht me ju, jam në frymë bashkë me ju. Edhe pse nuk jam aty në fakt, por e di çfarë po heqni, e di në fakt shqetësimin tuaj, e di luftën tuaj dhe jam me ju. Fryma e Perëndis e kishte bashkuar Paulin dhe kolosianët në Krishtin. Kishte bashkuar në një frymë të vetme, në një trup të vetëm. Pali ishte bashkë me ta në frymë, duke luftuar për ta, duke u lutur për ta, duke u bashkuar me ta në dashuri. Dhe e mbyll, pra apostulli Paul e mbyll me një gëzim të veçantë. Thot, gëzohem duke parë rregullin dhe qëndrueshmërinë e besimit tuaj në Krishtin. Pali gëzohet dhe inkurajon që të vazhdojnë kështu,
Pra duket që për këto herezi nuk e kishin hyrë, pra nuk kishin hyrë në kishën e Kolosit, nuk kishin bërë një përçarje. Dhe ai i inkurajon të gëzohet dhe i inkurajon që të vazhdojnë kështu. Duke i lavdëruar për qëndrimin e tyre. Duke i lavdëruar për të vërtetën që ata qëndrojnë në të. Përshkrimi që Pali bën këtu për kishën në Kolos është një term dhe një metaforë ushtarake. Ai përdor një term dhe metaforë ushtarake. Pra si në luftë, pra është duke folë për ca ushtar, për një kamp ose një garnizon ose një grup pra të mëdha ushtarakësh që janë një luftë të disiplinuar që qëndrojnë të patundur dhe me rrallë pa thyer. Pra është ky termi pra ai garnizoni që u dalin dhe rreshtohen para lufte, vënë informacionin e tyre në rrallë, të ngushtë me njëri tjetrin, të fortë për të mos bëhet asnjë hyrje, pra asnjë çarje mes tyre, të disiplinuar dhe të patundur, pa i ndarë, pa thyer rrallat e tyre. Ai thotë që ata janë në gatishmëri dhe janë kompakt. Dhe ai është i gëzuar për ta në të vërtetën dhe në fjalën e Zotit. Dhe ai shpreson që kolosianët të vazhdojnë kështu, duke mbajtur qëndrim kundër mësuesve të rënd, dhe duke besuar në Krishtin dhe në fjalën e tij. Dhe për ta mbyllur edhe unë, mas Palit, që Pali e mbyll në vargun 5, vëllezër dhe motra, kjo është fjala e Zotit, është e gjallë dhe vepruese edhe për ne sot. Që mendja jonë dhe zemra jonë të jetë e bashkuar në dashuri për Krishtin dhe për njëri tjetrin. Duke u rritur në njohjen e plotë të Krishtit dhe të qëndrojmë kundër çdo herezie që na ndan nga kjo e vërtetë. Amen. Le të lutemi. Falenderojmë o Zot për fjalën tënde, falenderojmë për të vërtetën tënde. Falenderojmë o Zot që ti na e ke dhënë të vërtetë që të na mbrosh nga çdo herezi, nga çdo padrejti, nga çdo tundim që na vjen o Zot nga bota dhe nga mësues të rrem, për të na përçarë, për të na hyrë si ujë nga biçar o Zot. Lutem për Perëndinë e pirë dhe forcë për të rritur çdo ditë në njohuri ndaj Krishtit, në bashkësi me të dhe në dashuri me njëri tjetrin o Zot. Të jemi në unitet, duke jetuar, duke dhënë lavdi e emrit tënd. Në emrin e Jezu Krishtit lutem. Amen.